Në një tabel aty me detaje shumë të detajuara se kur fillojnë punimet, kur mbarojnë punimet, kush është investitori, çfarë do bëhet këtu. Për një mur apo për një dritare shtëpie kërkohet kjo gjë. Dhe këtu jemi ku janë rrethuar 600 hektar, ku ka filluar ndërtimi dhe shtrimi i rrugëve siç e keni parë ju dhe nuk ka as edhe një informacion. Nuk ka kush është investitori, çfarë do bëhet këtu, për çfarë qëllimi po bëhet gjithë kjo ndërhyrje. Sikur këtë ta kishte bërë, sikur një gardë jeshil ta kishte bërë një banor i zonës, sot do ishte i kalbur në burg. Dhe kjo gjë po ndodh në mes të ditës dhe në sy të gjithëve, dhe nuk ka as edhe një transparencë publike. Ministri tha që po hapen ca rrugë për studime gjeologjike. Për studime gjeologjike në 600 hektar të shtrosh gjithë të rrugë dhe të rrethosh gjithë të sipërfaqe, nuk ka njeri që e ha këtë. IKMT-ja e bëri shumë të qartë. Këtu nuk bëhet fjalë për studime gjeologjike. Këtu po ndërtohet një qytet i tërë, 10.000 dhoma të parashikuara.